Gëzuar 28 nëntorin, gëzuar ditën e pavarësisë, ditën ku shqiptarët nga gjitha trojet ku ata jetonin, nga Mitrovica në Prevez, nga Shkupi, Manastiri, Janina, Shkodra, Gjakova, Prizreni, Tirana, Durrësi, u mblodhën në Vlorë për të shpallur shtetin e pavarur shqiptarëve. Pavarësisht se si shkoi historia e mpasme me vendimet e fuqive të mëdha, 28 nëntori mbetet dita më e rëndësishme historike e shqiptarëve, vendimi më i rëndësishëm që ata kanë marrë në historinë e tyre. Me këtë rast, do doja të uroja të gjithë ata njerëz që duan Shqipërinë, të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë vend, me vepra të mëdha apo të vogla, të gjithë ata që jetojnë përditë në këtë vend me shumë sakrifica pa e lënë vendin. Njëkohësisht, do doja t'ju uroja 28 nëntorin dhe të gjithë atyre njerëzve që çdo ditë, sidomos në rrjetet sociale, e shajnë Shqipërinë apo shprehin mllefin ndaj Shqipërisë. Do doja t'ju thosha sidomos këtyre që vendi ku ke lindur, atë dheu, nuk është as drejtuesi i dikurshëm politik, as ai sotmi, ndoshta as ai i nesërmi. Atë dheu është diçka më shumë se sa e sotmja, atë dheu është diçka më shumë se sa mlefi i përditshëm, se sa stresi, se sa lodhja. Atë dheu është copa e qiellit që të sheh që në fëmijërinë tënde nga dritarja e shtëpisë. Janë gurët e rrugicës ku ti ecën çdo ditë. Janë fjalët e prindërve që dëgjon për herë të parë. Atë dheu është ngjethja e mishit kur dëgjon himnin e Flamurit në stadium. Atë dheu janë baladat, gojdhënat, është muzika që shpeshherë të rrëmben me pasion. Atë dheu s'është as më shumë dhe as më pak, po ADN-ja që gjithë secili nga ju e ka në trupin e tij. Është kujtimi të parëve, varret e tyre, është përpjekja shekullore e njerëzve për të kontribuar për këtë vend. Gëzuar 28 nëntorin.